Rreth 679.000 lekë në vit është kostoja që shteti shqiptar paguan për formimin e një mjeku të përgjithshëm. Kjo tarife për llogaritur është bërë publike në relacionin për projekt ligjin për trajtimin e veçantë të studentëve që ndjekin programin e integruar të studimit të ciklit të dytë mjekësie e përgjithshme në institucionet publike të arsimit të lartë. Duket se kjo do të jetë për llogaritja mbi bazë të së cilës do të përcaktohen edhe tarifat që do të aplikohen në vitin akademik 2023-2024 për të gjithë ata studentë që nuk do të nënshkruajnë marrëveshjen për punësim 2 deri në 5 vite në sistemin publik shqiptar pas diplomimit. Studentët e mjekësisë aktualisht kanë një tarifë vjetore prej 45.000 lekësh, e cila përgjysmohet në bazë të mesatares. Sipas të njëjtit relacion, aktualisht janë 863 studentë të cilët përfitojnë përjashtimin nga tarifa e studimit me efekt financiar 38.835.000 lekë, dhe sipas një skenari më realist, supozohet se 50% e studentëve do të pranojnë të nënshkruajnë marrëveshjen. Në projekt ligj është përcaktuar që për studentët e vitit të parë, detyrimi për të punuar në sistemin publik do të jetë 5 vite, ndërsa për ata të vitit të 2 deri në të 4, detyrimi do të jetë 3 vite, dhe ata që janë në vitin e 5 dhe të 6 të studimit, detyrimi do të jetë 2 vite. Në rastet kur do të pranohet marrëveshja, studenti do të paguajë vetëm 25.000 lekë në vit. E nëse ata do ta kundërshtojnë këtë, do të përballen me tarifat që vijnë nga kostot reale që shteti shpenzon për të. Sipas ekspertëve, nëse asnjë student nuk do të pranojë marrëveshjen, por do të paguajë tarifën, pritet që kjo të sjellë 1.6 miliard lekë shtesë në buxhetin e universitetit.